Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni qep të kuqe çdo ditë dhe nuk do e shikoni derën e spitalit me sy. Konsumi i qepës së kuqe ndihmon në luftimin e problemeve të ndryshme, sugjerohet nga një studim i ri. Kjo perime është e pasur me përbërës të fuqishëm që ndihmojnë në zhdukjen e problemeve të trupit. Një prej tyre e njohur si antiocianina që është përgjegjëse për ngjyrën e kuqe të qepës, mendohet se parandalon përhapjen e problemeve. Një flavonoid tjetër i quajtur quercetin ka të njëjtin efekt në tkurrjen e masave të dëmshme. Përveç ngjyrës, çdo lloj qepe mund të ndihmojë në zhdukjen e qelizave të dëmshme, citon shkencëtarët kanadez. Autori kryesor i studimit, Abdulhamen Mayra nga Universiteti Gulf në Kanada tregon: "Kemi zbuluar që qepët janë të jashtëzakonshme në zhdukjen e qelizave të dëmshme. Qepët aktivizojnë teknikat që nxisin qelizat e dëmshme të shkojnë drejt humbjes së tyre. Ato krijojnë një ambient të pafavorshëm në qelizat e dëmshme dhe pengojnë komunikimin mes tyre duke penguar kështu shtimin e tyre. Ka kuptim që qepa e kuqe ka një ngjyrë më të errët dhe ka një fuqi më të madhe në luftimin e qelizave të dëmshme." Gjatë këtij studimi të ri, ulëntuesit shkencor vendosën që qelizat e dëmshme të zorrës së trashë në kontakt drejt për drejt me ekstraktet e quercetinës në qepën e kuqe patën një humbje totale të tyre. Qepa e kuqe është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të zorrës së trashë dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Qepa e kuqe është një produkt që ndikon edhe në mbrojtjen e shëndetit. Duhet të bëni kujdes që gjatë përgatitjes të mos e zjeni ose ta piqni tepër sepse humbet substancat shëruese, prandaj pikërisht për këtë arsye duhet ta konsumoni të papërpunuar. Disa nga vetit kuruese të qepës janë: parandalon rritjen e qelizave të dëmshme. Qepa është e pasur me substanca të sqyfurit që e mbrojnë organizmin nga problemet e lukthit, të zorrës së trashë, problemet e gjirit, të mushkërive dhe prostatës dhe ndihmon kundër bakterieve të sistemit imunitar. Ajo ndihmon në mbajtjen në kontroll të niveleve të sheqerit. Qepa e kuqe e papërpunuar shton prodhimin e insulinës dhe nëse vuani nga diabeti keni arsye më të mira për të rregulluar dhe të hani qepën e papërpunuar. Lehtëson kundër kapsllëkut. Nëse jeni në probleme të kapsllëkut, do ju ndihmojnë në fibrat që gjenden te qepa e kuqe. Qepa largon helmet dhe forcon qelizat e ushqimit nga zorët. Ajo lehtëson edhe infeksionet të fytit. Nga qepa e kuqe mund të përgatitet lëng. Ai shumë shpejt largon ato nga zona e gripit, ftohjes dhe dhimbjet dhe infeksionet të fytit. Problemet e rrjedhjes së hundës. Nëse keni telashe me rrjedhje të hundëve, qepa e kuqe mund ta tejkalojë atë, duke sjellë kështu rezultate më të mira për shëndetin tuaj. Qepa e kuqe është një element kryesor i shumë kuzhinave dhe aromave të tyre të veçanta me ngjyrë të veçantë. Megjithatë, ato janë një armë sekrete e rutinës së kujdesit të flokëve. Ngjyra e tyre e kuqe e thellë është një shenjë treguese antioksidantëve, flavonoideve dhe përbërësve të tjerë të fuqishëm të sqyfurit që ofrojnë përfitime të mira për lëkurën. Përveç kësaj, ato nxisin rritjen dhe forcën e flokut. Forcojnë dhe rrisin flokët. Sqyfuri është komponenti kritik i keratinës, proteinës që përbën flokët. Qepët e kuqe përmbajnë nivele të larta të sqyfurit që ndihmojnë në qarkullimin e lëkurës së kokës, duke siguruar lëndë ushqyese dhe mineralet të nevojshme për të pasur gjithashtu flok më të shëndetshëm. Gjithashtu, qepa e kuqe mund të cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira për organizmin dhe mund të shtohet vazhdimisht në dietat tuaja të përgjithshme. Qepa është antare e familjes Allium, është e pasur me komponentë që përmbajnë sqyfur, të cilët janë përgjegjës për erën e saj dhe janë shumë të mirë në ruajtjen e shëndetit. Përfitimet e qepës së kuqe do të shpjegohen në vazhdim të kësaj video, mjafton që ta dëgjoni atë deri në fund në mënyrë që të keni të gjitha informacionet e duhura dhe arsyet pse duhet ta konsumoni qepën e kuqe. Ajo është e mirë gjithashtu për sistemin tuaj kardiovaskular. Komponentët e sqyfurit pengojnë koagulimin në formimin e copëzave të trombocideve. Këto komponentë sulfurik përveç se ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve në gjak, gjithashtu përmirësojnë funksionet e membranës qelizore dhe rruazave të kuqe të gjakut. Qepët mund të parandalojnë disa probleme të zemrës, të cilat kohët e fundit janë shumë të shpeshta. Qepët e kuqe janë të mira për shëndetin e kockave.
Studimet sipas Brightside kanë treguar se qepa e kuqe mund të ndihmojë në rritjen e dëndësisë së kockave dhe mund të jetë e dobishme edhe gjatë menopauzës, pasi ato humbasin dëndësinë më të madhe. Gratë që kanë kaluar nëpër menopauzë me konsumimin e përditshëm të qepës së kuqe do të zvogëlojnë në rrezikun e frakturave të ndryshme, por për këtë arsye përdoret më shumë qepa e kuqe, pasi ajo ka përbërës që ndikon pozitivisht në indet lidhse, për shkak se shumë komponentë indet lidhse ju nevojitet qufuri për të formuar. Ajo ka veti të mira anti-inflamatore. Qepa e kuqe është e mirë kundër luftës së inflamacioneve, antioksidantët e cilat gjenden në të luftojnë inflamacionin duke parandaluar oksidimin e acideve yndyrore në trupin tuaj. Kur keni një nivel të ulët të acideve yndyrore të oksiduar, trupi prodhon më pak molekula që janë përgjegjëse për inflamacionin. Ajo mbron kundër radikaleve të lira. Është dëshmuar se qepa e kuqe zvogëlon rrezikun e disa sëmundjeve të tjera dhe llojeve të problemeve nëse konsumohet në mënyrë të moderuar. Qepa e kuqe zvogëlon problemet e zorës së trashë dhe problemet të vezoreve. Konsumoni më shumë qepë nëse se doni të mbroni veten në këtë aspekt të shëndetit, citojnë ekspertët e The Health Site. Qepa ka potencialin për të përmirësuar bilancin e sheqerit në gjak dhe për të parandaluar infeksionet bakteriale, përveç squfurit dhe përbërësve flavonoid quercetin, të cilët gjenden në qepën e kuqe ka veti antibakteriale. Qepa e cila qëndron gjatë e coptëzuar dhe ekspozuar në temperaturë të lartë më shumë se 10 minuta, humbet efektet e saj medicinale. Andaj duhet që të keni parasysh të mos e lini për një kohë të gjatë në temperaturë të lartë. Ajo mund të jetë e dobishme nëse përdoret brenda normës dhe asnjëherë skuqur tepër. Qepa dhe hudhra janë element kryesor të kuzhinës. Shumica e gatimeve ka nevojë për qepë dhe për hudhër për një shije më të mirë. Qepa gjithashtu mund të ofrojë edhe përfitime të shkëlqyera për shëndetin, ku në këtë video sipas Brightside do të rendisim disa prej tyre. Ajo ofron bakterie shumë të mira. Ne preferojmë të mos mendojmë shumë për bakteriet, por ajo bën që të sëmureni më shpesh, e po jo gjithmonë. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë brenda trupit tonë, duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibra probiotike të cilat janë të mira për zorët. Ato mbajnë të shëndetshme florën tonë dhe gjithashtu rregullojnë normën e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e biodobakterieve. Këto bakterie shtypin edhe ato të dëmshme që dëmtojnë zorët tuaja. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep, por ato shtojnë edhe shumë aromë. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja se sa pak krip shtesë, për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin tuaj të gjakut, ndërsa qepa ju sjell shumë përfitime. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Studimet kanë zbuluar se nivelet e larta të sheqerit në gjak ulën ndjeshëm pas konsumit të qepës. Shkencëtarët mendojnë se squfuri në qep bën që prodhimi i insulinës të rritet, gjë që ul nivelin e sheqerit në gjak. Studimi tregoi se qepa është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti, por vetëm se duhet të konsumohet brenda normës së lejuar. Shkencëtarët kanë ulëntuar efektet e qepës së kuqe në qelizat e dëmshme. Ata pretendojnë se qepët mund të largojnë qelizat e dëmshme për shkak të sasive të quercetinës dhe antiocianinës që ato përmbajnë. Sigurisht kjo nuk mund të lehtësojë probleme të ndryshme, por kryen edhe shumë përfitime në dobi të shëndetit. Shtimi i qepës në pjatat tuaja të preferuara gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e nyjeve. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e nyjeve, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë suaj të nyjeve, duke përmirësuar shëndetin tuaj në këtë aspekt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.